Ka njerëz që i lind historia. Dhe ka njerëz që i lindin vetë historinë. Në një Shqipëri të vrarë nga feudalët, e kërcënuar nga fshinjët e mbarkrisur nga Europa, doli në skenë një djalë 25 vjeçar me një zemër prej zjarrit. Emri i tij ishte Avni Rustemi, një mësues i varfër, një revolucionar i heshtur, një idealist pak korruptueshëm. Dhe akti i tij i vetëm tronditi Shqipërinë, Ballkanin dhe vetë Europën. Kush ishte Avni Rustemi? Pse vrau Esat Pashtoptani? Pse u kthye në Eurokombëtar? Dhe pse vdekja e tij u bë shkëndijë e revolucionit të qershor? Lindi më 22 shtator 1895 në Libohov. Familje e thjeshtë, patriote, e vështirësi ekonomike. Që fëmijë, ai tregonte zgjuarsi dhe kurajo të rrallë. Libohova i dha Avniut diçka që librat nuk ta jepnin: dinjitet, ndershmëri, karakter. Ai u rit në një vend ku nderi blente më shumë se jeta. Mësimet e para i mori në Gjirokastër e Janin. Në Normalen e Elbasanit ju thellua ideali i tij për arsim dhe atë. Avniu ishte nxënës i shkëlqyer. Mori pjesë në shoqëri patriotike, në lëvizje studentore. Bënte shpesh debate për drejtësinë, demokracinë dhe lirinë. Në auditorët e Normales, Avni Rustemi kuptoi se arma më e fortë nuk është pushka, por dia. Dhe se një popull i parsimuar nuk mund të jetë kurrë i lirë. Shqipëria sapo ishte krijuar, shteti ishte i dobët. Feudalët sundonin me armë, jo me ligj. Esat Pasha kërkonte pushtet personal dhe bashkëpunonte me forca të huaja. Populli ishte i ndarë, rinia pa zë. Shqipëria nuk kishte shtet, nuk kishte drejtësi, nuk kishte as shpresë. Dhe pikërisht në atë moment doli dikush që nuk trembej. Për të kuptuar Avniun, duhet kuptuar Esati. Figurë e përfuqishme, e pasur, me lidhje ndërkombëtare. Akuzoi për tradhti gjatë rrethimit të Shkodrës, për krahte pushtetin personal. Mbështete nga Serbia, shihte veten si sundimtar i arshëm i Shqipërisë. Për shumë shqiptar, Esat Pasha ishte figurë e zezë. Për Avniun ishte rrezik kombëtar. Avni Rustemi ndodhi në Paris si student dhe aktivist i çështjesh shqiptare. Esat Pasha po negocionte me shtete të huaja për interesa personale. Dhe pastaj ndodhi ngjarja. 13 qershor 1920. Avni Rustemi i afrohet Esat Pashës në rrugën në Paris dhe i qellon me 2 plumba. Me një akt të vetëm, Avni Rustemi u bë zëri një populli që nuk guxonte të fliste. Ai nuk vrau për akmarrje, ai vrau për ideal. Arrestohet, nuk ka frikë, mbrohet vetë në gjyq. Citimi i famshëm: "Unë nuk vrava një njeri, por një armik të Shqipërisë." Gjykata franceze e shpall të pafajshëm. Ai lirohet dhe bëhet heron ndërkombëtar. Në Durrës, njëun e presin me mira që njerëz. Ai kthehet si simbol i drejtësisë, nuk kërkon pushtet, nuk kërkon pasuri. Fillon të punojë si mësues. Në një vend ku pushtetarët luftonin për karrige, Avni Rustemi zgjodhi klasën e shkollës. Ai e dinte, pa arsim nuk ka komb. Ai krijoi organizatën Bashkimi. Shndrohet në lëvizjen më të fuqishme progresiste të kohës, lufton korrupsionin, denoncon feudalët
mbron fshatarët, mësuesit, pronarët. Mbrojtës i vlerave demokratike. Avni Rustemi bëri atë që askush zguxoi ta bënte. Tha shqiptarëve të vërtetën. Dhe kjo e bëri të dashur, por edhe shumë të rrezikshëm. Feudalët e urenin, politikanët e korruptuar, e shihnin si kërcënim. Rreth tij qarkullonin plane, intriga, kërcënime. Ai megjithatë nuk dorëzoi. Një citim i famshëm i Avniut. Nuk mbahet Shqipëria me frikë, mbahet me dije dhe drejtësi. Atentati i Shkodrës. Data 20 prill 1924. Vendodhja Shkodër. Ngjarja. Avni Rustemi qellohet me armë në një prit. Lagët e tij ishin të rënda. Mjekët bën çdo mund. Ai luftoi për disa ditë. Në 23 prill 1924, Avni Rustemi vdes. Shqiptarët humbën një idealist, por fituan një simbol. Vrasja e Avniut ndezi zemrimin e popullit. Mira u ngritër kundër feudalëve dhe korrupsionit. Qeveria kohës u përmbys. Pannoli erdhi në pushtet me program demokratik. Avni Rustemi u bë flak, dhe ajo flak ndezi një revolucion. Edhe pse regjimi i Nolit zgjati pak, ai mbeti një moment kyç i demokracisë shqiptare, i frymëzuar nga Avniu. Avni Rustemi nuk ishte i pasur, nuk kishte ofiqe, nuk kishte parti, ai kishte vetëm fjalën, vetëm zemrën, vetëm idealin. Sot, kur dëgjojmë emrin e tij, ne kujtojmë më shumë se një njeri. Kujtojmë guximin për të thënë të vërtetën, kujtojmë moralin, kujtojmë Shqipërinë që ai ëndërroi. Avni Rustemi do të jetoj për aq kohë sa Shqipëria ka nevojë për drejtësi. Dhe Shqipëria ka gjithmonë nevojë për drejtësi.